Megjithatë, unë po e shpjegoj edhe për hir të opinionit, pavarësisht nëse do të kishte kaluar me votë pra pozitive raporti i Komisionit për verifikim të mandateve dhe do të kishte hyrë në fazën e dhënies së betimit të deputetëve dhe më pastaj të zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, unë mendoj që kalimi i një raporti të tillë në këtë mënyrë do të ishte një bazë e mirë që kjo procedurë e tërësishme e zgjedhjes së organeve të kuvendit të kontestojë në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për faktin se, siç e përmenda edhe më herët, ka dispozitë të qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila thekson në mënyrë të qartë pamundësinë e ushtrimit të funksionit nëse një person zgjedhet deputet dhe njëkohësisht mban postin e antarit të qeverisë. Pra, quhet një dispozitë që flet për papajtueshmërinë e ushtrimit të funksionit dhe ndalon në të dy taboret. Pra, edhe deputetëve ju ndalon që të marrin funksionin e antarit të ekzekutivit, por thotë edhe antarët e ekzekutivit, këtë rast të qeverisë, nuk munden asesi që njëtën kohë të ushtrojnë edhe funksionin e deputetit në Parlamentin e Kosovës. Për hir të korrektësisë, dje në Kuvendin e Kosovës në seancën konstitutive janë paraqitur një numër i deputetëve të cilët nuk kanë dhënë dorëheqje, por kanë shkuar në seancë si anëtar të qeverisë dhe janë ulur në urset e Kuvendit, kanë nënshkruar zyrtarisht prezencën e tyre në parlament dhe pjesëmarrjen e tyre në seancë konstitutive, duke mos dhënë të paraprakisht dorëheqje. Dhe e dini se çfarë ndodhi tek mitin. Dështoi të zgjedhet ose të emërohet ose të miratohet raporti i Komisionit Funksional, i Komisionit të përkohshëm për verifikim të mandateve, dhe pas dështimit të seancës, ata e komunikuan dorëheqjen. Pra kryeministri pasi dështoi të miratohet raporti i Komisionit të përkohshëm për mandatet, tek disa minuta më vonë, pastaj e publikuan në media se kinsa ata kanë dhënë dorëheqje. Kanë dhënë dorëheqje, por sot kanë mbledhur ministrat Kurti. Dhe ironia e faktit është që të nesërmen ose në brëm, në orë të vona, kanë thirrur mbledhje, që sot të mbahet një takim, një mbledhje e tërë të kabinetit qeveritar në ora 10 dhe imagjinoni do të vendoset sot për çështje që edhe ligji i qeverisë i ndalon që në situatën kur i kalon mandati i rregullt qeverisë, pra i ka të kufizuara në mënyrë taksative kompetencat dhe këta sot qëllimshëm po i shfrytëzojnë ato kompetenca të cilat me ligj kanë të ndaluara. Pra, është një lloj anomalie, sepse si mund t'ja për dorëheqje dhe nesër të shkosh dhe të thash mbledhje, të thrasësh mbledhje të qeverisë, të mbash mbledhje dhe të votosh, madje pika të rendit në mbledhjen e qeverisë, të cilat i ketë të kufizuara sipas ligjit për qeverinë që nuk mund t'i votosh në momentin kur je qeveri në dorëheqje ose kur je qeveri me mandat të përfunduar. Edhe diçka të fundit ju lutem, me vendimet që mund miratohen sot, me atë që ndodhi dje në seancë, nëse do marrin versionin që këto do të shkojnë për interpretim në gjykatën kushtetuese, jemi përballë një zvarritje për krijimin e qeverisë së re, jemi përballë një qeverie që mund të krijohet, ndoshta skenari i dytë, por e cunguar, apo e fundit është zgjedhjet parakohshme. Ju çfarë projeksioni keni? Gjasat e mundshme janë që për momentin, në këtë fazë, kemi mungesë numrave. Pra, fituesi i zgjedhjeve në këtë rast Lëvizja Vendosje nuk i ka të garantuar 61 vota në Kuvendin e Kosovës për të proceduar për zgjedhjen e kryetarit të saj të Kuvendit, sepse kryetari i Kuvendit duhet të propozohet nga radhë e grupit më të madh parlamentar, dhe më pastaj unë besoj se nuk ka ende një marrëveshje të kësaj partie me ndonjë parti tjetër politike në Parlamentin e Kosovës që do t'ja mundsonte sigurinë që të hynte pastaj edhe në procedurën e zgjedhjes së qeverisë së Republikës së Kosovës. Dhe unë besoj që krejt kjo zvarritje që ndodhi dje dhe kjo blokadë ose ky ngërç politik që ndodhi dje ishte me arsye që dëshmonte pamundësitë të numrave, pra të pamundësitë të numrave efektiv që janë garantojnë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe pastaj zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Dhe në këtë fazë, unë besoj që ne jemi hyrë në një krizë politike dhe institucionale, sepse nuk po shoh që kam pas të themi ashtu reagime pozitive në kuptimin që të procedohet me tutje dhe të fillojmë me zgjedhjen e organeve të Kuvendit, nuk ka ndonjë dialog politik në Kosovë, as mes partisë parë dhe partive të tjera parlamentare që të zhbllokohet çështja, dhe madje nuk po shohim që ka interes të grupit më të madh parlamentar që të procedojnë me tutje. Ata madje kanë parashtruar një kërkesë të Presidentja e Republikës së Kosovës, e cila kërkon që me cilën kërkesë i kërkohet presidentës, imagjinoni që me qenë se nuk u votua atje raporti i Komisionit për mandate, të gjithë ata deputetë që kanë votuar kundër këtij raporti, t'ju merret mandati i deputetit.
Imagjinoni kësi sjellje politike të pabazuar as në kushtetutë, as në ligj, as në një logjikë normale shtetërore. Pra, që të drejtosh kërkesë presidentes që presidentja të marrë mandatin deputetëve që nuk kanë votuar raportin e komisionit të përkohshëm për verifikim të mandatit. Pra, kemi një pavësi për të njohur në mënyrë themelore edhe bazike konceptet e ligjit në Kosovë dhe të kushtetutës, sepse presidentja nuk merr asnjë mandat asnjë deputeti, nuk e ka fare në kompetencë që të veprojë dhe të marrë mandatet të deputetëve të një grupi parlamentar, nuk ja ka dhënë as kushtetuta, as ligji për presidentin dhe asnjë rregullativ ligjor në fuqi në Kosovë nuk i jep mandat që presidenti të vendos ka apo nuk ka mandat një deputet. Dhe për këtë arsye ne mendojmë që kjo situatë është krijuar qëllimshëm për faktin se grupi më i madh parlamentar ose partia fituese e zgjedhjeve nuk i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur organet e kuvendit spari dhe më pastaj për të hyrë në procedurën e zgjedhjes së qeverisë. Zoti Bukaqi, të falenderoj shumë për bisedën, për analizën dhe për gjithë sqarimet e plota dhe qarta. Jam shumë i njohës. Ishte kënaqësi dhe faleminderit, vjen mirë që u njohëm se e di që kemi biseduar, kemi shkruar të kaluarën, po për shkak të kohës nuk kërkoj falje, nuk ka pas mundësi të lajmërohem në situatat kur ti ke pas nevojë që të kryejmë një realizim të intervistës. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj më të mirat. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.